Aktori Gjevdet Jashari befason me deklaratën. Më mirë thua jam serb se sa kosovar. Aktori I njohur nga Maqedonia, Gjevdet Jashari, është rikthyer nga Gjermania e po ashtu edhe në aktrim pas 5 vitesh. Në një intervistë të fundit në TV1, ai ka thënë se fjala Kosovë vjen prej serbëve. Madje I mllëfosur, Ishylli Jo Samir vazhdon tutje me deklaratën e fortë duke thënë se më mirë të thon jam serb se sa kosovar. Kosovar është serbisht. Kosovar janë ata që vetë fjala Kosovë vjen prej serbëve. Vetë fjala Kosovë vjen prej serbëve. Duhet mi ardhë shumë ronda atij shqiptari që thot jam kosovar. Ndarjes që I bëjnë fatkeqësisht ka shumë, por për mua janë shumë pak. Më dhemb shumë kur dikush thot kosovar, shumë më dhemb, u shpreh ai. Çka me thonë unë që jam shqiptar I Maqedonisë, që e du Kosovën, I du shumë shqiptarët e Kosovës. Çka me thënë ai I Preshevës? Ne kemi shqiptar, nuk jemi serb, nuk jemi maqedonas. Mallkuar koft ai që bën ndarjen e shqiptarëve, ai që thot kosovar jena. Jo bre s'jeni kosovar. Ma mirë thuj serb jam se kosovar. Si e bre kosovar ti je shqiptar, shtoj tutje. Terminologji që e ka shpik serbi e ti me pranu. Se di qysh e pranojnë qata. Se cili njeri e ka të drejtën e vet me e shpreh qysh ndjehet. Vazhdoj me Stjerash Jashari. Ai tani duhet theksuar se I është bashkuar serialit Bashkallajk. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.